Alfred Sako, një posti Sakos, që kishë postu sot të faqja e vetë, më boni që të fshi videon e sotme që kishë postuar për Parlamentin Evropian, që ka deklaru sot që mazhoranca socialiste në Parlamentin Shqiptar, pra Partia Socialiste dhe kryebanditi Edi Rama, po bojnë ç'është e mundme për të pengu drejtësinë në Shqipëri, edhe të pengojnë heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Edhe këto e paraqesin sot në Parlamentin Evropian si një nga gjonat kryesore që jep sinjalin që Parlamenti Evropian nuk është më i gatshëm për të pranuar hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe se do të zgjas ata jo se nuk donë Shqipërinë, por se pikërisht Edi Rama dhe Partia Socialiste që ne kemi kujtu deri më sot, po shpëton, po e pengon në fakt hyrjen e Evropës, duke thonë që po hyn në Evropë. Pra, ata janë shpreh sot qartë e pastër që jo vetëm nuk është gati Shqipëria, po për Shqipëria po bën hapa flagrante që Shqipëria të mos hyjë në Evropë, edhe kanë folë edhe për zgjedhjet që kanë qenë jo të pranueshme, si zgjedhjet ku pushteti përdor, abuzon në pushtetin. Pra Edi Rama, Partia Socialiste, abuzon, i vjedhin, i blejnë votat. Nuk janë vota që vinë me gjithmonë nga populli në mënyrë demokratike, po janë shantazhe, ku çdo polic, ku çdo mësues, ku çdo oficer, ku çdo njeri administrate i bëhet shantazh që të votojë për Partinë Socialiste. Këta nuk janë zgjedhje demokratike që s'duhet të rrëzohet qeveria me dhunë, se gjaja është qeveri e ardhme nga votët e lira. Këta madje nuk meritokën të hyjnë Parlamenti Evropian, po na e bën të qartë që mazhoranca socialiste është kthy në pengesë drejtësisë, në mbrojtjet hajdutëve se janë hajdutët vetë. Edhe sa kohë thonë ata që nxjerrin ligje, kjo qeveria e Edi Ramës, kanë thonë se Parlamentin Evropian, nxjerrin ligje gjoja për me ju afru pranimit në Bashkimit Evropian, por i nxjerrin në letra, nuk i zbatojnë teori, si shka bo këklyshkurve Edi Rama, që gjoja ra dakord të kryes pakun, po jot na hetoj neve dhe pa pikën e turpit ky idioti, ka thonë prapë ka përsërit, që ne ishim ata që i dham lirin, po këto po e kalojnë ata kufin sa i dham në liri, se po na hetoj neve. Ajo për të hetu ty më maskara u bo, jo për të hetu Sami Gjokën, për të hetu pushtetaret që përdorin korupcionin. Vëllezër e motra, unë ju thash juve që një video e Sakos më boni ta heq këta, dhe pse ishte ajo që më boni mund të reflektoj, po që s'mund të ndrejq. Një person që unë i shoh videot e tij, se vlla im nga Nio me çon, ai më duket që studion shumë, por nga ato që studion, që i bohen ato studimet në kokë, leshëli, nuk di mos se çka thot, nuk di mos se çka thot, nuk di mos se çka. Ai kishte postu një video në YouTube. Është një, unë e quaj djalë i ri, se harroj që çdo person që duket i vit apo dy më i ri se unë e quaj djalë i ri. Por ai nuk është djalë i ri. Djalë i ri
është një person që s'është bo burr akoma. Pra, djali i ri edhe burri i ri nuk është të njëjta gjë. Burri i ri mendoj unë do të jetë këtë 30 vjet. Që është burr për burri i ri dhe jo burr plak. Djali i ri do jetë nën moshën adoleshent ose adoleshent. Po që 18 vjeç nuk është më ndoshta as djal, jo më djal i ri. Është në kofit më bë burr. Pra djali i vjetër. Gjua është krejt perceptime. Po ky kishte bën një video. Video fillon të kështu. Origjina e emrit Cako është bën nga greqisht që ka qenë Cakos, është bën në shqip Cako. Deri dje në thonim që çdo gjë që është shqip Cako i dhe një es mrapa edhe bëhet greqisht. Pra është shqip apo bëhet greqisht. Ky e kthente tash që fjalët janë greqisht përpara pas e bën shqip. Pastaj pra, i herë mu dukte që po merresh me origjinën e Cakos, mbi emri Cako. Pastaj merresh me Alfredin, edhe thoshte që Alfredi është një grek i dërguar në Shqipëri, siç janë dërguar shumë, me kriju një lloj revolucioni, me kriju një lloj gjullërdie, me boca mashtrime, nuk e merja vesh se ç't drejtin desh do të lidhte. Po Cako, që pretendon se është nga Kolonia, ca më kanë thonë që është nga Korça, si pas këti dilte nga Peloponezi. Pastaj thoshte që Cako ka botu shumë libra me mashtrime. Unë mashtrimin e di ndryshe. Mashtrimin, se thoshte që thotë që toka është e shesht. Të thush toka është e shesht, është një teori, madje nuk quhet teori konspirative, thush toka është e shenjtë. Teori konspirative është për shembull të mendosh që Edi Rama është instalu fshetës nga qoftë bota perëndimore, masonët, ndoshta, Illuminati, apo qoftë edhe grekët dhe serbët, po edhe bon punë të fshetë dhe kjo bashkimit evropian, nuk është thjesht për mu bashku me Evropën, me hynë Evropë, por është në mënyrë të fshetë, me që për para ca planet serbëve, kjo mund tjetë teori konspirative, pra ka konspiracion mrena për me arrit diçka. Po të thush toka është e shesht, nuk është teori konspirative, është një hipotezë që bjen ndesh me teoritë gjojet vërtetume dhe të pranume botërisht, që toka, si kurse dhe planetet e tjera, është një, që quhet, ruzull në erë, në qiell, nuk të diun. Pra, nuk ka mashtrim, në qoftë se, a i thot, është një fushë drejt, fushë avionësh, edhe kemi shpik një avion në Ezema, kemi shpik një avion që do një 30, 20, 100 kilometra të rrisë shpejtësinë tokës si aerodrom, edhe pastaj ngrihet në qiell. Aq larg sa ne nuk e shohim me sy. Edhe mirë po, mas 50 kilometrave që ne ndoshën, nuk e di sa shef njeriu me sy, ndoshën më shumë, mas 50 kilometrave, atje është maron priher, thikë dhe bjen ndet. Bjen ndet. Edhe Alfredi i thot këtyre njerëzve që do fjallavia, po jap shembull, që po testojnë, që thot që kjo është e shesht. Edhe shkon pambarimisht e shesht, kështu që nis avionin me shpejtësi marramense se do të arrihet të shpejtësinë dhe të ngrihet. Mirë po, ai po mashtron këtu se ai e din që nuk është e shesht për shembull, edhe pritet shkon poshtë edhe fillon, edhe fjala vjen që të mashtron. Ky është mashtrim. Po që thush që Fred Cako po mashtron se beson në teorinë e shesht,
Kjo s'është mashtrim, edhe ka mashtru njerëzit. Na mashtrojnë që kuptim. A i mundët na trubloj mendjen, po jo mashtrim. Mashtrimi është kur thot diçka që të shtyn ty të bësh diçka që s'do të kishe bo, po të mos e ishe mashtru. Çfarë po të shtyn, Alfred? Pra, ky idioti, ky psikopati që unë e di që lexon shumë, se merr edhe ai her mas here, mos duk që ka dëshirë të shpjegoj ca gjëra të shqipës. Ai këtu po bëhet lëmsh, ai s'di fjalët më elementare. Ai s'di as definicionin e fjalëve elementare. Mashtrim, çdo thot mashtrim do merret pastaj me domethënien e fjalëve që si di shpjegimin, edhe që thot nuk janë shqip, po janë Helena Ilire. Pra tash dilte nga gjë tjetër, nga temën që Ilirë nuk është shqip. Po ti më grek se sa je kur thu që shqipja nuk është vazhdimësi e ilirishtës, nuk mund tjetë edhe cakon qose cakon e pasken për unë Shqipëri. Kë thot që me mashtru, se kuptoj. Por e zem që ky që ka menjën të li. Ja mush menjën shqiptareve që Fred Sako ka ardhë në Shqipëri si një gregofil për të mashtru shqiptar që toka është e shesht. Për të mashtru shqiptar që toka është e shesht. Edhe këto e bon për i këti koqës për të ndimu Greqinë. Pra, me qovë se Fred Sako pas ka arë në Shqipëri për të mashtru shqiptaret që toka është e shesht, çfarë përfitimi pat Greqia këtu? O zodo komedi. Po nese, edhe nuk maronin këto budulliqet, po këto laramënliqet, këto knaqësit gjoje këtë vitje të këtyre. Edhe unë vjen keq të tham këti idiot, se shikoj që është lodhet. Ka kishte kërku atë fjalen të mërë, pa e këthente nga të mërë, nga tamar, edhe se shlidhje kishte pasta me lumin me malin e të morit, edhe e gjente një që ishte erësirë në gjithë gjuhët e botës, përfshi edhe Shqipen, edhe Latvishtën, nga Latvia që është një grupi këtyre hungaresëve, Estonjës, e ku të dion, me këto gjoja, sa gjotarë thonë që mund t'jenë, edhe kapen me këto fjalët elementare, veli për vëlla që është një loj, nga gjithë gjuhët mi po është dhe shqip vëlla. Pra, ekzistonte në gjithë gjuhët e botës, si erësirë, mali erët, vetëm shqipja. Pra, gjithë shtetet e botës se i lidhe, se i bon të studime prej, po kë e kishtë ftu këtë, edhe vetë ftesa e të Sakës për këtë person të vire atje, është munges seriositetin punë. Vërtet, të si në komedi, po të keshti një show kështu gazmore, Top Channel, nuk o të kanë ata, nuk o ditë portokallia, çka është i efton atë person, që duket që ka që rregullime mendore. Po ti nuk efton në një kanal serios, më të sakom janë serios, edhe pse, për shembull, shumë nga teoritë që ai thot, mund të mos pranohen nga shumica, është një teori, prapë është serioze. Edhe nga herë ka fakte bindse, nga herë stërzgjatet. Mundohet me çdo kusht ta mbrojë diçka ku nuk është bindës, po kështu është gjithë bota. Po është prapë serioze. E të bish një që ka që rregullime mendore nga të lexumit të tepërt, jam i sigurt, ka një del të madh për studiu, po i bën lëmsh ata që do të tregoj. Ta bish atë në studie, tregon mos seriositet. Çfarë do të gjojnë ato njerëzit që gjën bën gallat e bën aty në portokalli fjalavia në Shqipëri. Jo një kanal serios, të bish njëri me çrregullime mendore,
të kërkosh, kjo të rëgon mos seriozitet nga të sako. Po nëse pa u mor gjatë me këta budolligjet e këtij personi, që unë nuk e di, nga herë ai më kanë gjam mua që do të tregoj shqipen që është gjuhë i lirë, është gjuhë e vjetër. Aty e dilte që Shqipja nuk ka asgjë as me toponimet e emrave. Të gjitha emrat janë iliro grek, domethënë që edhe po të pranonte ilire, po ne si jemi popull i lirë. Nuk e mor vesh këta, është komplet i çakardis ky njeri. Por ky me bani mu vlezër e motra, ta heqet të videon që kisha bërë sot për Sali Berishën, për Edi Ramën, për Bashkimin Evropian, edhe thash do ta riboj. Mirë po, kur njeriu ka shumë qenë dhe lidhen e ndërli kohën, prap nuk do jem gjendje të them ato që kam thonë atë video në mënyrë më të pastër, në mënyrë më logjike, në mënyrë që ta morin vesh fshatarët e thjesht edhe të mëndzësime, pra edhe ato që s'kan shku në shkollë kur. Ajo që desha të them, që po e përsëris tash, që ndoshta do ta bëj më lamsh, e jo më të kthjellë dhe më të pasër, më të saktë, më të shkoqur. Ajo që desha të them është që Shqipëria po kalon sa momente historike jashtëzakonisht vështira, të komplikume. Pse? Qeveria që ne kemi po dëshmon çdo ditë që tallet e përtallet me kombin e vet, kryesisht me socialistët të ndershëm që i kanë dhënë votën, për arsye se jo gjithë populli ka votu për ata. Ata që janë të PD-s nuk kanë votu për partinë socialiste, kështu që Edi Rama dhe qeveria shqiptare tallet e përtallet me socialistët e vet, i bën shurrën mbi kokë, i vjedh pronat, i vjedhin pranë hajdutët. Mbrojtja e hajdutëve nga kryeministri tregon që kryeministri është koka e hajdutlikut, e hajdutësisë, e korrupsionit, se nuk mundet të bëj avokatin edhe dalë kundër drejtësisë vetë kryeministri dhe ato krerët kriminal që janë në parlament, që është Aulan Balla edhe kryesisht edhe ky Peleshi. Sepse Spaku dhe drejtësia ka kërku, ata nuk kërkojnë, o ju dhanë në liri, po bërë, ata s'po kërkojnë të thashun të arrestojnë Sami Gjokën. Ata po kërkojnë thjesht parlamentit që ky person është person që ne duhet të arrestojmë për këto që kemi, se kemi fakte këtu, për kriminalitetin që ka bërë, për korrupsionin që është thjesht një kurvë ordinere. Ajo s'ka bërë asgjë përveç se ato që ka detyruar kryeministri. Edhe po të hyjë në burg, e gjitha është se do hyjë dhe Edi mrapa, ose do të ekspozohet paktën. Kjo është e gjitha që manë, se zgudzon dot një kryeministër të dalë kundër organeve drejtësisë të vetë shtetit shqiptar, të kundërshtohet të bëjë avokatorin, të kthehet në avokat i mbrojtjes ministrëve hajdut, bashkë me Aulan Ballën, për vlezër e motra. Kjo nuk është thjesht më një çështje shqiptare. Kjo ka shkatruar tash imazhin edhe të gjitha ato misionin e direktive tona për të hyrë në Evropë, sepse Evropa në Parlamentin Evropian ka folë sot qartë, pastër, shqeto, që mazhoranca socialiste, dhe këtu dihet për kë po flasin, ata s'flasin shkëlqyer, por në kanalet e tyre të fsheta po diskutohet tashti që kriminalet në Shqipëri janë kush udhëheq mazhorancën në parlament, është Aulan Balla edhe Peleshi. Këtyre po i bëhen arkivolët gati në Parlamentin Evropian. Do t'jetë shumë shpejt vesh se arsyeja është sa një ndet. Nuk mund të më mëtosh një ndet, po pati një plasëritje, se qanë më shumë dhe mytë do të bishtë atje në dot, në doket, atje në port. Ne tashti jemi në momente tepër të rrezikshëm, sepse Parlamenti Evropian po e thot hapur që ne nuk jemi tashti gati për Evropën, edhe po e largon në vend që të afrojë, nuk do t'jetë as data
2030, ata duhet na fusin edhe një vit më parë. Nuk janë fajnet e parlamentet evropian, është Partia Socialiste dhe Edi Rama, ai që neve na u duk, që po na fut në Evropë, ai s'po na lejon të hymë në Evropë. Se ligjet i kalojnë për më u përputh me ligjet e Evropës, por nuk i zbatojnë. Se ja dhanë të drejtën gjykatëve shqiptare që të hetoj korupcionin e kryun spakun, por jo që të hetoj ata, ne nuk dham liri për ne. Ne dham liri të hetosh Berishën, nuk është nevoje për spak të hetoj Berishën, se Berisha nuk është funksionar i lartë i qeverisë. Spaku ata mund të hetojnë çdo gjykat në Shqipëri pa frikë, që funksionaret e lartë të qeverisë që janë Edi Rama, Belinda Balluku, Klysht, në parlamentat laket që janë kriminalet më të mëdhej të vendit, që është Auland Balla dhe Peleshi, këto janë funksionaret me të cilët duhet merret spaku. E këto Klysht që kemi në kryen pushtet, këto nuk e pranojnë këto që ka kryu. Spaku nuk ishte nevojë të krijohet për me dënu korupcionin e njerëzve si puna ime, Sami Gjoka, si dënojnë gjykatat, si mbron qeveria, apo ato që kanë rënë nga fiku si Sali Berisha. Spaku është për dënu jo atë Ilir Metën. Ilir Meta nuk është në pushtet, nuk e mbron qeveria, por për dënu ata që mbron qeveria. Edin, Kurvën, Baxhellin, Ordinere, Balluku, që është vetë një bisht. Koka është Rama, koka është këtyre që po i pritën dal nga dal robët qefinët, Auland Ballës edhe Peleshit. Këto janë kriminalet më të poshtër në Shqipëri. Këto janë atë që mbrojnë hajdutin. Nuk ka më kriminal i madh se sa ai që mbron hajdutin. Këto, edhe këto po në pengojnë, ka thonë Bashkimi Evropian sot, Parlamenti Evropian, nuk po lejon Shqipërinë të hyjnë në Bashkimin Evropian, se po të jenë këto të pastër, korrekt, edhe të dalin të parët, joni aq më shumë që kemi mollën. Ore, është një lloj, ti e ke kancerin në trup, mund ta heqësh, kancerin të heq, Ballukun heq. Arsye që nuk ka heq, është se janë vetë kanceri, janë njëta. Edhe problemi ishte këtu, ke vidja, në qoftë se tash Bashkimi Evropian, Parlamenti Evropian, e ka botë qartë që Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk është ajo që na fut neve në Evropë, por që po na pengon se Evropa na don sa më parë në Evropë, por janë këto shkërdhatat që na pengojnë. Pse kanë prit mirë? Se pas kanë prit mirë, por ata nuk mund të kthejnë kurrizin pushtetarëve që janë pushtet në Shqipëri, për arsye se duan Shqipërinë në Parlamentin Evropian. Pra Evropa nuk është më mburoj e Partisë Socialiste, nuk është mburoj e Edi Ramës, nuk është mburoj e këtyre që kanë mashtruar njerëzit të thjesht e të mirë socialist. Por s'ka rrugë tjetër. Atëherë duhet bëj Partia Demokratike, vëllezër e motra. Pikërisht këtu është e keqja më e madhe. Partinë Demokratike me ato e pa. Pra, Partia Demokratike ka udhëheqës të verbët thashmeve dhe që nuk e pranon më Evropa. Sali Berisha, po përsëris fjalët që patën video që fshiva, është si ai ujku i plagoz, është si ai bolla, si ai gjarpni që i kanë më shkop, është i verbum nga urrejtja, ndoshta dhe padrejtësi që mund t'jenë bo, ndoshta dhe gabimet që ka bo vetë. Por Partia Demokratike, ne e dim që ka forcën me Partia Demokratike me pështym e myt këtë qeveri, me pordhët bojë, jo me lëtov, e përzën këtë qeveri të korruptume, po qese Evropa do të njifte të ardhin e Partisë Demokratike në pushtet. Partia Demokratike e dim këtë, edhe s'duhet bojë remoni, duhet heq dorë nga molotovët. Partia Demokratike duhet të mlidhet thash me çdo kusht, të krijoj një komision me mendje të pastra, të dosha, që kanë logjikë. Para duhet i kesh larg vëllezërit e motrat,
e të shofësh rrallë se i shef me këtë të merë molli. Mehdi ka ardhë, ka në lu floturimin në përbot, ka ardhë sot me të ku bajen, edhe ka shku ke shpje bajes në anës time, me për baje pas ka hik e baharje ke motra ime. Edhe nuk është të ty, se bajeni nuk më men haron. Edhe që dhe më mirë, se shkojt marrë Mehdin ke shpje bajes, për me pa Mehdin, edhe me që të shkojmë shofim bajen, shofim edhe motrën, kalabajt e motrës, pra u bo marrë kjo punë. Po u shkëputë ose më bo një telefon Mehdi. Po që ka desha të thejmë vlezër e motra, ne sot kemi në krye një qeveri hajdutësh, ku krimineleve po u pritën ato që finët, po i bohën gati arkivoli, por s'mund t'i arrestojmë direkt. Dihet ata që pengojnë drejtsin janë më kriminellë se Balluku, ata që mbrojnë Ballukun, që është mazhoranca socialiste, të shqyqur që këto zotit e ka shprej vetë sot Parlamenti Evropian, që këto janë pengesa, mazhoranca socialiste përbot jo thjesht penges që mbron hajdutët, por me këtë përbot penges që mos hyrë Shqipëria në Bashkimin Evropian, se pranon Evropa këtë lloj korrupsioni, këtë lloj kriminalësh që pengojnë drejtësinë me mbrojt hajdutët në Pra, ne e dim, nuk e meritojmë këtë qeveri që kemi, kryesisht nuk e meritojnë socialistët e thjesht. Mirë, po ne e dim që Partia Demokratike nuk është një alternativë që e pranon bota. Po ai mut ka qenë, po atë pesli kanë bo. Unë nuk e harroj thash një element ku unë kisha ardhë fitu në 92-shin Partia Demokratike, kisha shkruj sa isha demokrati flag, simpatizant i zjarrt i asaj kohë i Berishës, hypim në një autobus thjesht, po shkoja t'jepja provimet, se kur Aratisa e lash pa dhonë provimet, pra pa marru universitetin, edhe në analojnë këto klyshe, këto delenqit, këto harbutët, këto rrugeqët e Berishës, që ishim si policia kështu, Gestapo, këta idiotët, psikopatët e Berishës, PD-s. Në lojnë autobusi vite nga Vora, me plaka e pleq, ato plaket kishin kështu kaçile, theme ne, shporta me shqit veze, me shqit domota që të brenin bukën. Në lojnë eve si kur ishim në kriminel që po shkonim Tiranë, sa fshatarë të thjesht aty në Kamës, edhe sigur ata ishin polici serbe apo maqedonce kundrejt shqiptarëve, na zbresin nga autobusi që s'na nat një që vend botës vetëm qose po hyje në një shtet tjetër edhe po dishonin se diçka ku do diun, na zbresin nga autobusi të gjithë, na vënojnë aty edhe kur e thajmë more sa do vënohemi, se po më kalon dhe ora për provimin. Ai më shef në kollare, edhe kollare ishte kuqe, dhe më kap një nga këta klysh e Berishës, për kollare e thot më klysh komunist të dorini. Kjo është e qeveri harbute, këtë kloj këta shkërdat qeverie të Berishës, këta delengjit, janë po aq poshtër, po aq kriminel, po janë nga këta idiotët e rrugëve, këta janë ushonjca këta socialistët, këta janë qarpërat fshet. Kurse ata janë si gamur bëllëj, janë kemi dy ekstremët më të poshtër që ekzistojnë. Edhe sot nuk ka forcë tjetër që të rrëzoj pësan. Forca e madhe në Shqipëri është forca e djathëve. Këto të djathët, edhe në qoftë se duan thjesht pra këto të djathët, edhe në qoftë se kanë misionin e pastër të drejtë, se e din që nuk i pranon kush me këto parti që kanë, me këto udhëheqje që kanë, me këto njerëz që vinë nga koha kur ishin pushtet, jenë prapë në krye, këto se pranojnë. Por nëse misioni këtyre i vërtet, i drejtë e i pastër, është thjesht të rrëzojnë këtë qeveri, këto qeveri hajdutësh, këto kanë një mision të madh për me bë, që ta bindin Evropën në radhë parë, që këto e pranojnë Bashkimin Evropian, Parlamentin Evropian, udhëheqësit Evropian, edhe kur duke që i sylmojnë, ndoshta edhe pa drejt, në mënyrë pa drejt, forcët e djathta në Shqipëri. Edhe kur nuk i përkrajnë që nuk janë armiq, se sa kohë, ndoshta ato më të pa drejt,
e sulmojnë Berishën dhe nuk e përkrahin opozitën shqiptare, ndoshta me të pa drejt, por ti nuk mund buash armik e tyre, sa atëherë ata nuk lejojnë edhe ardhjen për shtet në Shqipëri me forcët e shqiptarëve nuk të garanton ty qenjen në pushtet. Është koha sot ku nuk mund të jetosh më i izoluar dhe qeveria bjen. Ne e dim që me forcët e djathta Partia Demokratike e merr pushtetin me në sekondëve çdo ditë në Shqipëri, në qoftë se Bashkimi Evropian do ta njohë këtë lloj qeverie. Bashkimi Evropian nuk e njeh. Pra ti s'ke nevojë të bësh protesta kot kur s'arrin asgjë, vetëm janë zinë vetës kot se ti je në gjendje të marrësh me në orës ja merr pushtetin Ramës, por nuk njeh vota. A dhe herat cili është misioni? Në qoftë se do rrish urt, pra, si opozit, këta do bëjnë qef, se Bashkimi Evropian nuk do të vjerë të heqë ata nga pushteti, thjesht nuk të pranon Evropë. Do të ashtu, do fusin Malin e Zi, do fusin Maqedonin, do fusin gjithë shtetet e tjera, neve do në thonë që kanë dëshirë të në fusin, po s'kanë si të në fusin me këta hajdut, me këta kriminel, me Edi Ramën, me këtë Tauland Ballën edhe Peleshin që mbrojnë hajdutët që janë më kriminelë se sa hajduti. Nuk do të na fusin që kalojnë ligje, bëjnë ligje për ndryshimin e ligjeve, vetëm me mbrojt PS-n kur ligjet ndryshohen vetëm nëse ke një shumë gradë të barabartë deputetësh sa është për të mirën e kombit edhe jo për të mirën e udhëheqësve të shtetit. Këto po bëjnë ato krime që Evropa nuk po i fal, nuk guxon dali, po i bën të hapur para gjithë Evropës dhe shqiptarëve që këto po pengojnë hyrjen tonë në Evropë. E ka po të qartë sot në Parlamentin Evropian. Pra, edhe një herë, Partia Demokratike ka një mision të madh. Misioni i madh është që të krijojë një komitet, një komision, një board, me njerëz, jo me këta langaraqet që ka aty deputet, e me këta udhëheqje të shpifme që se don kush në botë, por me një board që janë të edukuar kryesisht jashtë dhe këto maskaret aty, që i kanë personë shumë pak kemi shqiptarët të edukuar jashtë që janë pa përlym në korupsionin e mëparshëm, ose në këtë dallkaulikun e sotëm të PD-s. Kam unë personalisht njoh çuna e vajzat të reja në Shqipëri që kanë studiuar jashtë, kanë një frikë që do të na i prishin këta, edhe që s'kan opozitë, s'kan kështu opozitë dhe që janë opozitë. Po, pra duhet krijojnë me njerëz me kokë të pastra të ndershëm, një komision që do të jetë në gjendje ta bindë Evropën, që ne jemi me ju se s'kemi rrugë tjetër. Edhe kur na sulmoni, që ndoshta nuk bim dakord, por e kuptojmë dhe respektojmë se ne jemi pro-evropian, ne do të bëjmë ç'është e mundme, ne nuk jemi me marr pushtetin, ne jemi që thjesht këto kriminal të largohen edhe të krijojnë një qeveri. Ç'a quhet kjo? Të përkohshme. Në qoftë se PS-ja që i takon të marrë qeverin, në qoftë se është në gjendje t'i flijoj këto kriminal, ta heq këto zgjebe që ka, dhe zgjeben që ka është kryesisht Rama, Peleshi që duhet heq mandati, edhe mandati deputetit edhe Tauland Balla. Spaku nuk duhet pres, duhet jap urdhër, ata s'do heqin, po është mjaft të lëshoj urdhën që të kërkoj heqjen e imunitetit, jo vetëm së kurvës Ballukut, por edhe të Tauland Ballës dhe të Peleshit, se këta janë kriminalet më të mëdhej në Ramën që po mbrojnë korrupsionin dhe hajdutliqet, që nuk votojnë atë kërkesat e Spakut që i zvarrisin. Edhe Evropa e ka bëtë qartë që majoranca socialiste po bëhet pengesë, jo vetëm e zhvillimeve të pastra demokratike dhe luftës së korrupsionit në Shqipëri, po edhe pengesa hyrjes së Shqipërisë në Evropë. Për këto PD-ja tashti nuk duhet shfrytëzoj vëkumin se bim ne. Kështu neve do të na lejnë prapë me këtë qeveri
të korruptumish në krye, por ata duhet të dalin atje që janë për krahje të një qeverie të re, të rrëzimit kësaj qeverie, por të kenë kriju një bord që ndoshta mund të marrë dhe qeveri nesër, që i bind ato që këto protesta të fuqishme masive që duhet të rritën në masi t'jetë bëhe qartë që nuk janë për dhunë, nuk janë për rëmbim për shteti, por janë për çrranjosjen e korrupsionit nga qeveria, atëherë mund të ecim pak përpara. Është punë e madhe, është punë e vështirë, është jashtëzakonisht e vështirë, sepse gjysma e popullit socialistët nuk i bashkohen kësaj nisme se kanë frikë se vinë pikërisht kundërshtarët e tyre, demokratët. Ata nuk e duan korrupsionin, ata nuk e duan hajdutlikun, por ata nuk duan për arsyet e tyre të djathët. Kështu që të djathët Partia Demokratike sa herë lufton partinë në pushtet kur e din që bota nuk është gati ta pranojë me këtë udhëheqje që ka. Ata që janë të qurshëm, që ka koha kur ishin në pushtet, janë të papranueshëm për perëndimin, dhe ata që janë tri janë ata që ka zgjedh Sali Berisha pra janë një lloj se i ka zgjedh Berisha me laps në dorë dhe nuk kanë ardhur nga populli demokrat i pastër i thjesht. PD-ja nuk do lejohet vinë në pushtet, do të djekin vetveten dhe kombin, edhe do të na lojnë neve të kemi këtë krysh kurve për mret e Tiranën. Ndaj edhe i herë i lutem forcave të djatha të bashkohen e të krijojnë një komision të përbashkët edhe që tjetë në gjendje, jo vetëm thjesht të thotë që këta në kriminal. Evropa e din, e ka deklaruar sot, nuk është nevojë të tregoni ju, por që këta nuk do jenë kundër Evropës, edhe që nuk janë për rrëmbim pushteti. Shqipëria ka nevojë për një lloj udhëheqje të re, udhëheqjes me njerëz, me çuna dhe goca të reja, por që duhet një zgjedhje shumë e kujdesshme, edhe kryesisht me ata që janë edukuar në Evropë dhe që kanë bë karriera të suksesshme në Evropë, jo ato shkërdhatët e tyre që vinë marrin diploma këtu se kanë pare, por që janë hiqi këtu edhe natyrisht vinë të bënë korrupsion në Shqipëri. Se gjithmonë çdo klysh kurve që ata kanë afru nga perëndimi kanë qenë shkërdhatët e tyre që kanë qenë këtu vetëm për t'la halet. Ne duam njerëz të fuqishëm që kanë qanë botë dhe s'ka nevojë të vinë në Shqipëri që të bëjnë 2 lek. Ne kemi senator, ne kemi kongresmen, ne kemi drejtues komponistë fuqishme kudo në botë. Kanada, Amerikë, perëndim e kombëve në Evropë. Po këto nuk mojnë njerëzit që i shërben vendit dhe s'ka nevojë të vinë në Shqipëri. Këta mojnë njerëzit klysh të kurve vetveta që janë edukuar me pare të korrupsionit në perëndim, se kanë vjedh paret e tonë dhe na i paraqesin që po sjellin njerëz nga perëndimi, sjellin shkërdhatët e veta që halet nuk i jep perëndimit, përveç se kanë marrë me ato diplomat se u paguajnë paret, me paret që vjedhin në Shqipëri, e rrinë me kurvat apo me zeza këtu Shqipër not, këte edhe kthehen në Shqipëri si shpëtimtarët e kombit. Duhet ndryshojmë, vëllezër e motra, ndryshe do bajmë këta qeveri shkërdhat në pushtet, s'dihet dhe për sa vjet, sa me gjoka e pushtet.